edhe nuk mund është me nda diçka që nuk kele, dhe nuk hënë këse opozicion asë njëherë. Nuk hënë kur, as ka me hy. Si keni votat për qeveri të opozitës? Ne kemi thonë leadershipit të PDK-s, në nivelin më të lartë, që nuk ka, nuk po shohmi që ka, nuk ka të bëj kja me qëndrimin e LDK-s. Nuk ka vota për qeveri të opozitës? Nuk kemë vota për me ndërtu qeveri edhe stabilitet me atë qeveri. Sepse as e para nuk i ka votat me ndërtu, as me ndërtu stabilitet si hapi i dytë. Por nuk ka mungu vullneti. Do me thonë, si jeni bashkë të unifikum në qëtë kërkes që... E që e tha Dritro, dëgjo e tha Dritro, që në morë vesh për kryeministër, nuk mund është më morë vesh për kur gjo, nëse nuk i partneritet parimor për me bashkëpënu në një kauz. Se kjo kauz është... Do nuk keni kauz për bashkët. Derisa, po nuk ndërtojt kauza për bashkët, nuk ka. Edhe nuk mund është me nda diçka që nuk kele, dhe nuk hënë këse opozicion asë njëherë. Nuk hënë kur, as ka me hy. Nuk mundemi me hy në diçka që nuk e kemi. Do më thonë, zgjedhët që nuk që ajo qeveri teknike që e keni propozu. Që nuk ka të bëj kja se problemi ma i madh. Po eksplorojmë idenë e LDK-s. Në qeverin e unitetit. Kush o kryeministër? Është çështje që liderët dakordohen për modalitetin. Na kena propozu 15 probleme. PDK-ja vjen nesër me numrin e problemeve, Aleanca me numrin e problemeve, VV-ja me problemeve. A nën kupton? Minoritetet a keni vit kuqe? Zotni Aziri, a keni vit kuqe që gjithçysh duhet qatë qeveri me udhëheq Lutfi Aziri, nëse pranohet opsioni juaj? Jo, në asnjë mënyrë, asnjë vi për asnjë emër. Unë të udhëheq për Bedri Hobzës. Asnjë vi, asnjë emër. Unë të udhëheq për mfal, Albin Kurtit. Asnjëherë nuk është diskutu sepse kjo në tavolinë me saroni, i vetmi opcion se na kena pas komunikim mas zgjedhjeve me partitë politike të përfaqësuara në kuvend. Takimi i parë ka ndonë zyrën e presidentes që është diskutu çështja e propozimit LDK-s. Kërkesa ka qenë e PDK-s që presidentja më bo hosti takimit. Nuk ka qenë ftesa e presidentes hajde për ju mbledh juve për diçka. Ne jemi taku në zyrën e presidentes si vendi edhe autoriteti kushtetues i cilin këtë kohë ka mundësi me ofru... Ska dert ku jeni taku, qka jeni marrë vesh ko këtu, me rasi? Qka jeni marrë vesh? Kretë qka jeni marrë vesh në fund është që presidentja mundet me kërku nga gjykata kushtetuse, qëndrimi LDK-s ka thonë, kjo është çështje e juaja, nuk është çështje e partive politike. Partitë politike kanë mekanizma tjerë. Po presidenca ka mujt me të kërku në gjykata kushtetuse, por është që në fakt problemet politike sun t'i zgjidh gjykata kushtetuse, duni mu marrë vesh ju. Une, po e konfirmoj edhe njerë, po do me konfirmu. Krejt situatat, kur gjykata kushtetuse do të me zgjedh është pa aftësie politikanë me zgjedh problemet politike.